Këshilli i lartë gjyqësor, kryetarja e lartë e këshillit atje gjyqësor, po shikojmë, po hiqen kryetar gjykate, po hiqen ata që janë nga më të ndershmit, nga më të pastrit, nga më profesionalët, nga më të përkushtuarit për drejtësi, dhe po rikthehen Gjinxhonët. Po rikthehet Gjinxhoni në Tiranë, u rikthye. Gjinxhoni ka ardhur në Tiranë, është i kryetar. Edhe hiqet Flamur Kaplani. U kthye jo Gjinxhoni, po kaluar më i poshtër se Gjinxhoni, atje në gjykatën e shkallës parë, të posaçmen. Atje gjyqtari që hapër fare i ka dalë korrupsioni me atë vrasjen që unë u thash ju e që e beri vrasin e beri të pafajshëm. Edhe në vend të merret me këto, Këshilli i lartë gjyqësor i ngren detyrë, heq atë zonjë që ishte atje, vendos Erion Banin. Gjithandej, domethënë, të tëra kanë filluar, po i shinjestrojnë, domethënë, drejtësinë për t'i kapur, për t'i mbajtur fort, se po e shikojnë që nuk ka ku të vejnë me, kur vete dosja e kopsitur, kur kallëzimi vete, ti nuk e mbyll dot me, të vrasësh veten tënde, ti mund ta zvarritësh, siç po e zvarrit Spaku, edhe po humbet pik na ajo e vetja, por kurrën e kurrës ti nuk arrin dot që ta mbyllësh, sepse ajo rrugën do ta marri se s'bën, do ta marri rrugën në mos te ty, te gjykata tjetër, e shkallës tjetër, te gjykata e lartë, te gjykata kushtetuese, te gjykata e Strasburgut, siç e mori 21 janari, do ta marrin edhe vrasjet e Haklejve, siç e mori Gërdeci, do ta marrin edhe krimet e tjera, këto aferat e rënda korruptive që janë bërë, e tjera me radhë. Por Spaku tani në këtë situatë, pra, të mos merret me atë që si që a thash, i dënoj shkallë e parë, dhe Spaku në ashtë i thot, këtyre që janë dënuar njerë me na 5 vjetë, thot, këta e kanë bërë krimin bashkëpunim, po kjo quhet edhe si grupi strukturuar kriminal, thot, se janë 3 veta e lartë këta. Edhe me që janë 3 veta e lartë, me muaj të tëra umbet Spaku, me muaj të tëra punë të jashtëzakonshme, volume pune me mira faqe, për t'i dënuar dhe njëra që ka dënuar njëherë. 2 herë i dënon për të njëjtën vepër penale, një lloj si ky Gjinxhoni këtu, që e mori fakir fukaran, atje do t'i them fakir fukaraj, sepse jo në pikpamin atyre që ka bërë më parë, se ato që ka bërë më parë i ka vojtur ai, 25 vjet burg. Por mbasi vuan 25 vjet burg, bje vendimin të njëjtë për të njëjtat vepra penale e bje Italia këtu, edhe thot njimani vendimin, në vend që shteti shqiptar, edhe gjykata e këtij Gjinxhonit atje, ti thot që ore i bën 25 vjet burg ky, këta thot bëjnë 25 vjet tjera. A ju e kursen, jep dhe 25 vjet tjera. Edhe me që i dha 25, ju bën 50 atje, kur maksimalen e kemi 25 vjet burg, nuk kam mbi 25 vjet burg për ligjin që e zinte në kohën kur ishte fuqi kodi penal, ky person tani i vuajti 27, po vazhdon ky do vete 50-ja. Edhe gjykata kushtetuese me të drejtë tani i thot dur, i thot t'ja me këtë palishmëri. Dhe ky me që bën këtë palishmëri, bëhet kryetar gjykate. Kjo është kulmi. Prandaj them unë që është revoltuese situata. Përse ka shumë probleme me reformën drejtësi? Pritej apo diçka ka çaluar dhe diçka ka munguar, ose çfarë sipas teje ka çaluar që po kthehet në një lloj bumerangu? Çalimi kryesor është sepse ky vend, duke qenë vend komplet, domethënë i ndërtuar me një sistem të jashtëzakonshëm korrupsioni, që çdo kush e konsideroi mall belik edhe pushtetin e donin thjesht edhe vetëm për të vjedhur, për të grabitur, për t'i varfëruar shqiptarët, edhe votat e tyre i blinin për ta bler pushtetin dhe për të bler pushtetin pastaj që të mbushin xhepat e tyre, dhe këta në një farë mënyre edhe ajo bandë kriminale që e krijoi këtë sistem në vitin 1992, edhe që e vazhdoi derisa arriti që të bëj dhe vrasje për korrupsion, si Gërdecin, apo 21 janarin, apo 97-ën, se dhe 97-a për korrupsion u bë, për të fshehur ato 4 miliard dollar që u vodhi shqiptarve Sali Berisha me firmat piramidale që i ngriti vetë, me porosin e vetë. Sudja është pjella e Sali Berishës. Sudja u frymëzua drejt për drejt nga Sali Berisha dhe nga njerëzit e tij. Edhe pasaj i quante para të pastra ato. Edhe mbi atë bazë pasaj vrau mbi 5.000 shqiptar, edhe bëri luftë civile, edhe urdhëronte vrasje në jug e mobilizim të veriut kundër jugut e tjera me radhë.
Pra, duke qenë që ndërtuar një sistem të tillë të kalbur, pastaj edhe këta që janë sot e kanë hyer gishtin. Ka nga ata që janë fëlliqur. Nuk flas vetëm për këta që janë futur në burg, nga këta që janë në pushtet, po ka dhe tjerë që nuk janë futur në burg dhe duhen futur në burg. Edhe këta duke qenë të tillë, institucionet e shtetit, institucionet ligjzbatuese të shtetit, të cilat janë disa, ato janë inaktive. Ato nuk e ndihmojnë organin e akuzës. Jo në kuptimi që organi i akuzës mezi po i pret ndihmën e tyre, se organi i akuzës ku ta gjej që të mos i çojnë as injekta, se ashtu do, sepse kështu e mban mirë me bandën kriminale të Sali Berishës, i cili ka kapur prej fyti, edhe i thot më shani sa më shumë mua, juve, beni juve edhe veprime të tilla, njëherë më fusin burge, njëherë më nxirrni, unë do t'u shaj, nuk do lë gjë pa thënë juve, sepse kështu ecën mirë edhe ky popull syleshë mendon se ju jeni mrekullia vet, edhe e keqja jam unë Saliu, dhe ju më lini rehat mua të vazhdoj korrupsionin prap, madje të vazhdoj dhe vrasjet prap, madje të vazhdoj edhe të mbaj pushtet akoma në interes të atij misioni që më ka prur mua këtu. Kjo është e vërteta dhe kjo është e dhimbshme, domethënë që po i ndodh faktikisht i vendi. Dhe përjedhoj, ke një ministri antikorrupsion në Shqipëri sot në qeverinë Rama, ke një drejtori të përgjithshme antikorrupsion. Më thuaj mua, ja ju jeni gazetar i vjetër edhe drejtoni një emision tepër prestigjioz në një televizion prestigjioz. Më thoni një denoncim, një kallëzim penal që ka bërë kjo drejtoria e përgjithshme e antikorrupsionit. Më thoni diçka mua anti-shqiptare, që po zhvillohet edhe që po i hap jetën këtij vendi, jo thjesht dhe vetëm me shitjen e detit, jo vetëm edhe thjesht me akte terroriste të atij horrit atje të asaj të Himarës, që do e bënte dhe kryetar bashkie, Sali Berisha, dhe që rri krah për krah atje në Athinë me të. Më thoni ju mua, çfarë ka sjell në dritë në këtë drejtim shërbimi informativ shtetëror, i cili t'u dali përpara këtyre agjendëve që veprojnë kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve. Më thoni, këtu agjenturat kam kryq, na mëngjesin darkët, si të sabotojnë, si të vjedhin, si të grabisin, si t'i bëjnë shqiptarët të flasin me vete, edhe kur vjen problemi, nuk na del në dritë, nuk veten në bangun e të kauzuarve një tradhtar, nuk na vete një shitur, nuk na vete një që ka bërë, domethënë, e është mbytur në